Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studion e emisionit Imazh, jeni drejt për drejt në Radio Televizionin e Kosovës. Sot do të flasim për 10 vite të arsimit paralel. 10 vite të sfidave kur shqiptarëve të Kosovës ju mohua drejta elementare për arsimim. Mobilizimi i gjithë shoqërisë, në veçanti i stafit arsimor, i dha mundësinë jo vetëm që gjeneratat shumëta të arsimohen, por edhe të mbajnë lart idealin e tyre dhe mbijetesën e tyre si kom. Kontributi i gjithë atyre mësuesve, arsimtarëve dhe profesorëve është i pamuheshëm. Është akt sublim për cilin jemi falendrues të gjithë ne që patëm fatin e keq që mësimin ta vijojmë në shtëpi, po patëm fatin e mirë sepse u kalitëm dhe morëm shumë virtyte nga gjithë këta njerëz. Prandaj, sot kemi vendosur që këtë pjesë të emisionit Imazh ta ndajmë dhe ta rikujtojmë atë kohë së bashku me Abdul Gashin, ish drejtori i shkollës Sami Frashëri. Mirë se erdhët, zoti Gashi. Mehmet Hertica, pronari shtëpisë shkollë Sami Frashëri. Mirë se erdhët. Kreshnik Syka, stomatolog, tani, dikur ka përfunduar gjimnazin Bedri Pejani në Pej, në shtëpi, gjithashtu. Mirë se erdhët. Si dhe Hamdi Thaçi, profesor në gjimnazin Sami Frashëri. Mirë se erdhët, profesor. Mirë se erdhët. Atëherë, shikues të nderuar, para se të fillojmë bisedën, unë ju ftoj të ndeshni një kronikë të përgatitur. Arsimi gjatë viteve 1990-1999 bëri kthesa të ralla që shënuan historinë më të re të Kosovës. Deri në këto vite kishte forma të shumta të kundërvënies së pushtetit serboslav, qoftë përmes veprime të grupeve patriotike, qoftë përmes protestave e demonstratave të rinisë dhe popullatës shqiptare në përgjithësi. Duhet pranuar se arsimi që vepër gjatë këtyre viteve ishte rezistenca e parë institucionale. Sistemi arsimit shqip në Kosovë, edhe pse vepronte në kushte okupime të plot, në të cilin ushtroi terror i vazhdueshëm dhe i papar, ishte i pavarur në aspektin praktik e juridik. Gjatë kësaj periudhe, për shkak të ndryshimeve politike, rezultoi edhe me largimin e nxënësve dhe studentëve nga objektet shkollore dhe universitare. Numri krye familjarëve të cilët liruan shtëpitë e tyre për nxënës të shkollave fillore, të mesme, shkollat e larta dhe fakultete ishte mjaft i madh. Njëri ndër vullnetarët e cili liroi shtëpinë e tij për nxënës ishte Mehmet Hertica, në shtëpinë të cilit mësuan nxënësit e gjimnazit Sami Frashëri. Kjo shtëpi për rreth 8 vite ka shërbyer për arsimin shqiptar, dëshira për të kontribuar në arsimin shqip, të i kaloj edhe frikën për rreziqet që vinin nga pushteti i atëhershëm. Qëtu ka qenë, kjo ka qenë e shfrytzuar si sallë arsimtarëve, këtu i kanë marrë mbledhjet arsimtarët edhe kur i kanë kryer mësimin kanë ardhur këtu mu relaksu pak. Atje në fund në qysh ka qenë vendi ku i kanë lënë ditarët e klasave. Edhe praktikisht pe qytetit është bërë organizimi komplet i mësimit për gjimnazin Sami Frashëri. Kjo pjesa këtë është shfrytzuar do të ka qenë rezervuar vetëm për arsimtarët e gjimnazit, edhe atje poshtë ka qenë shërbimet e toiletrisë, e pastaj knenaj. Kjo pjesa këtë ka qenë e shfrytzuar me pe nxënësav. Meherë mrapa që muri është ajo dhoma ku nxënësat i kanë lënë kpucat kur kanë hi. Këtu është mojnë të mësimi në 3 ndërrime, dikon në ora 6 më duket ka qenë fundi ndërrimit të tretë, edhe kur ka ndalë për këtyt, pastaj familja jone kemi shfrytzuar ne për me jetun të, sepse na kena pas një shtëpi, me thonë, 3 dhomshe, kemi qenë 7-18 anëtar, edhe në mramje do të kemi shfrytzuar na, kemi fjetën këtë shtëpi, pastaj në mëngjes herët dikon para orës 7, dikon 6:30, do është me javë pastru, me rregullu vendin gjitha këtu edhe me dalë me javë shumë për shfrytëzim nxënësav.
Një tjetër shtëpi shkollë ishte shtëpia e Ibrahim Gashit, e cila u shfrytëzua për nxënës, pikërisht për nxënësit e shkollës së mesme të muzikës Prenk Jakova. Prej fillimit të organizimit të mësimit në shtëpi private, nxënësit dhe arsimtarët e kësaj shkolle kanë mësuar në të njëjtin lokal, përkatësisht në të njëjtën shtëpi. Vetëm në shtëpinë e Zotri Gashit, procesi mësimor është organizuar çdo ditë, ndërsa në shtëpitë e pronarëve të tjerë nxënësit mësonin 4 ditë në javë. Shtëpia Ibrahim Gashit është lëshuar për nxënës nga viti 1991-92 deri në fund të vitit 1997-98 dhe pothuajse si çdo shtëpi tjetër, dhomat të cilat shërbenin si klasa gjatë ditës shfrytëzoheshin nga nxënësit, ndërsa natën shërbenin si dhoma ndeje dhe gjumi. Për më shumë na rrëfen i biri Ibrahim Gashit, Milot Gashi. Baba ka qenë adhurus, do me thonë ka qenë njëri që ka dashur shkollën dhe përmes Mehmet nxënësat rrugëve, ka marrë këtë hap, sigurisht për të mirën e arsimit. Po ka qenë kjo shtëpia këtu, do me thonë gjitha dhomat kanë qenë 3 dhoma në altë, dhe nga të shtëpinë e vjetër kanë qenë ato 2 dhomat. Do me thonë 5 dhoma kanë qenë krejt shumë. Po dikon shkolla e muzikës që ka pasën 85-90 nxënës edhe me shkollat të ulta. Shkollat e ulta s'kanë qenë këtu, kanë qenë shpërndame nëpër qytet, po shkolla e mesme, do me thonë baza e shkollës mesme ka qenë këtu dikon afër 50-60 nxënësa me 2 ndërrime. Prej orës 8 mëngjesi deri në 5-4 kanë ndajt këtu. Dhe të fakti që ata janë përzon prej shkollave të them legale ose objekteve të tyre shkollore dhe kanë kaluar nëpër shkolla shtëpia, do të thonë kanë qenë edhe nxënësat edhe natë kanë qenë ndjekun prej pushtetit serb. Ka pas biseda informative, ka pas kërcënime, po s'diaz vetë që kena t'i kalu. Ka qenë vështirë, nuk ka qenë lehtë. Po situata ka qenë shumë e rëndë. Unë e kom përjetu një vetë, do me thonë vitin e 4, shkollën e mesme të quajtur një vullolla Rivar tash Sami Frosh, edhe vetë kom qenë një vjetë. Shkollë shtëpia ka qenë, kushtet kanë qenë shumë të rënda, dhoma, voda të pritjes, dhoma të gjumit. Kemi shku në shkollë Vranjevës, do me thonë, për një të ri ose për një të ri të moshës 16-14 vjetë, është shumë e rëndë me ndrua ambientin shkollor. Për kujdesja familjarëve për krijimin e kushteve sa më të mira në shtëpitë e tyre, çdo kund ishte në nivel të duhur. Ata brenda mundësive të tyre përkujdeseshin për pastërtinë e lokalit, për ngrohjen e tyre, për ruajtjen e disiplinës. Ata u delën në mbrojtjen e nxënësve, arsimtarëve dhe shtëpisë në rastet e ndërhyrjes së policisë serbe nëpër shtëpitë e tyre. Për sakrificën që kanë bërë të gjithë ata që kontribuan në arsimin shqip, kujtojmë disa thënie të tyre. Dashuria ndaj asaj se je i vëdijshëm, se po kontribon për një çështje madhore për popullin shqiptar, për arsimin kombëtar, të bën të sakrifikosh çdo gjë që ke, familjen, pasurinë, miqësinë e të tjerë. Shtëpinë nuk e kam liruar për hatër të askujt, por për hir të nxënësve, arsimtarëve dhe popullit të përvujtur shqiptar kosovar, thoshte Ibrahim Gashi. Kjo shtëpi është e juaja, derisa të ktheheni në objektin tuaj shkollor. Unë nuk jam e pronari shtëpisë, por jam rojtare dhe kujdestare në shkollën tuaj, thoshte Mehmet Aliu. Nëse dhe ma kalën shtëpinë dhe tërë familjen ma vrasin, unë dua t'i shoh nxënësit dhe arsimtarët në shtëpinë time, kështu ishte shprehur Recep Rëshit Arifaj. Shikues të nderuar, ishte kjo kronika e përgatitur, gjithashtu edhe ju mund bëheni pjesë e debatit duke shkruar në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazh RTK, në vendin ku është paralajmëruar tema, ju mund t'i adresoni pyetjet e juaja. Zoti Ertica, do filloj me ju, jeni ju dhe shumë të tjerë në tërë Kosovën që keni dhuruar shtëpinë tuaj për shkollën, për nxënësit,
Me gjithë sakrifica që keni pasur më pas, si erdhët deri te ky vendi? Mos pare falë Zotit që në ma ka bot mundshme me qitë një pikë ujë në deti, si gjithë tjerëve shqiptarëve dhe mua, edhe nevëja ishte për atë, kishëm mundësin edhe morëm një qëndrim me lëshua. Ju keni liruar gjithë shtëpinë tënde gjatë ditës për nxënësin, ndërsa gjatë natës e keni shfrytzuar ju dhe familja juaj? Jo, se kem shfrytzuar të shpihiq, aja ka qenë veç për shkollë, e kem pas një shtëpi tjetër aty ofër që kem shfrytzuar për banim. Shtëpinë tjetër e keni lënë të gjithë në dispozicion nxënësve. Po, në anën tjetër, zoti Gashi, ju keni qenë Ndoshta me plotsu me metën se për shkak bo fjalën në kronik. Salloni që ka qenë i përgatitur si dhomë pritjes për familjen, se këta kanë qenë dy vllazë që ka këtu bashkë, dhe dy familje kanë qenë. Niko është shfrytzuar në mramje që janë të bu edhe këta të familjes ngushtë, po edhe vllazët për rreth, se këta kanë qenë shumë vllazë, një lagje e tërë. Kështu që kjo ka të bëjë me atë kronikën, se në mramje, masi krye mësimi dhe kemi shku ne, personeli mësimor, në mramje, unë sa herë kom nejtë, kom hangër darë, këtu kemi pi qaj dhe në mramje, kemi bo bisede, ne, është shfrytzu Niko, po ajo ka qenë vetëm vitin 92. E pastaj, o liru komplet shpia, ma nuk, jo vetëm në kuptimin e qasë dhe shfrytëzimit të hapsinës lokalit, po duhet të ceku, si drejtor, se njerëzit normalisht si din gjonat. Ka qenë një vedije për mua, dhe për e lartë, e familjes, në ratartë, Zotri Mehmetit, se këj ka qenë strumbullari, që në asë një segment, në asë një qasje, në asë një punë, nuk është përzi në strukturë organizative dhe punën e procesit mësimor. Po, angazhimi tyre ka qenë vetëm në, jo vetëm në dhënien e shtëpisë, në shfrytëzim, po edhe në përpjekjen që të krijojnë kushte sa më të mira dhe të ndihmojnë arsimtarët. Kemi pas problem për shembull që me bëmes me tregu se ndonjë arsimtar s'ka mill ose s'ka dru. Na që të ju ka ndihmuar edhe në atë aspekt. Po si jo, duhej domosdoshmë tregu se po ndryshe mandej në nxekeneve fajtor. Po sa ka qenë vështirë për ju keni qenë drejtar në atë kohë. Drejtori një gjimnazi që operonte në një shtëpi me gjithata nxënës dhe gjithata profesor. Rrjedha jetës për bëj këtë vetëm. Sot, që di, profesor Amdiu, çfarë mendon, po më thonë, edhe njerë, a mund është veç me imaginue, me përsërit atë esje, s'ma kishë rekomendje. Por, thot populli, nevoja e mëson njeri unë. Viti 1991, në vërtet, po 1991, viti shkollor, pushteti serb u përpoq me imponu plan programe dhe ligjit të Serbisë. Nështë do të jetë objekt studimi i sociologëve dhe politikologëve, është fenomenale që është mënyrë unike të gjithë e refuzuar, i thani jo, e kundërshtuar. U zhvillu në objekte mësimi, pa i vit shkollor nga organet serbe nuk është njoftë. Pse punohemi plan programet e më përshme të Kosovës dhe dokumentacioni pedagogjik përdorej i autonomisë Kosovës, jo i Serbisë. Atëherë, qeveria serbe, organet e pushtetit serb, fillon tash jo vetëm të largojnë udhëheqësit e shkollës dhe personeli mësimor dhe të ndërpejnë rrogat, po mos të lejojnë as të hyjnë në objekte. Dhe edhe pse u bën përgatitje për fillimin e vitit shkollor 1991, nuk u leju hyrja nxënësve dhe arsimtarëve në objekte shkollore, organizojnë manifestime, proteste, kërkese, para shkollave e tjera, por kaloi tërë gjyqëtore i parë dhe nxënësit mbetën pa mësim. Atëherë, strukturat organizative të asaj kohe marrën qëndrim dhe orientim që mësimi të zhvillohet nëpër shtëpi, shkolla e qytetarët, mund them, nështë mënyrë pak edhe emocionale, po mënyrë masive ju përgjigjen thirrjes. Edhe ofronin çdo kush atë që kishte, dikush një dhomë, dikush 3 dhoma, dikush 5 dhoma, dhe me ato përgatitje që shkonin sipas rastit, se s'mund me planifiku as një ditë përpara, se leni një javë. Në janar të vitit
në 1991, filloi kush disa ditë më herët, kush disa ditë më vonë, organizimi i mësimit në shtëpi shkolla. Fati jon për gjimnazin Sami Frashëri që Zotri Mehmeti ofroi shtëpi 3 katëshe me mure tullat fasadës tjashme, me interior të menshëm parket poshtë, muret e mbeshura të koridorëve me lamperi vërtet parketizim, tavanet e në kulmi e lamperi, do të dru krejt, me një fjallë, me nxemje qendrore, me një sanitare në gjdo katë, e në disa katë edhe nga 2 një sanitare, ka qenë për katën përdes, ka qenë 2 një sanitare. Të të me kushte shumë të mira. Kushte tepër të mira. Por, normal, hapsina e dhoma ka qenë pej 5-16 metra katror dhe në 27, 30, aty. 35 nështë ka pas një 2 salonën, ka pas nga 35 metra katror. Kompleksi organizimit mësimit në ato rrethone, po thëmë, është i pa imagjinueshëm. Fillum me numrin më të madh paralele se na kishim shumë nxënës, 1700 nxënës. Në shtëpinë e Zotrit Mehmetit, por aty si ziket të gjithë, dhe kemi pas edhe në 11 vende tjera në qytet. Çdo lagje qytetit. I thëshim atëherë 12 punkte. Por sa komplekse ka qenë, disa ditë mas i fillu mësimin, ne, Lidha Demokratike dhe ajo lëvizja që ishte atëherë, erdhën disa të ri, mbarim mësimit, kishra të erri, thot drejtor, kemë punë, vërdoni. Tha, kemi shtruhe këtë qeshtin e sigurisë, tha në ndegën e 2, ndegës parë dhe kësë, se shumë zënës janë këtu të grumbullum dhe është rrezik. Po. A më marrë me problemin e sigurimit lokalit, a me problemin e kriterit se sa është numri nxënësve që nuk rrezik, nuk rrezikohet. Gjithë kemi qenë të rrezikuar atë kohë, kështu që si në shpetë, si në shkollë, ka qenë njëjtë. Pushteti i egër. Kish kalu qytetore e parë. Duhej me shpëtu vitin shkollor. Po. Kishin met 5 muaj. Plan programet ishin ato që ishin. Do të plan programet e Kosovës. Personeli mësimor mungonte. Profesor matematikës, as 20% të fonditorës mund të mbullonim. Edhe me respekt të për të madhe, kujtoj profesorin e matematikës që ka qenë kryetare i shoqatës e profesor universitar më atë kohë, e shef Ademin, shkova me kërkon ndihmë për ti. Dhe i mënyrë fenomenale, tha, vjen vajza ime s'pari. A ishte nxënës e gjimnazit që vishë sa e kish kry matematikën. E më s'flasim ma dhe që i studentë tjera. Si me bë tash orarin, në 12 venda mi shpërndarë simtartë, sot me mbajtë mësim këtu, nesër me shku atje. Po, njëri kër e kishte vullnetin dhe dëshirën, dhe synimin, ti përballoj këtë gjitha. Edhe sot nuk mund me kuptu për shembull se si arsimtarët më rishin me shku prej kësaj rrugës që shkohet te Vorrët. E në rrugën e Avallës është kryevneshtave. Paralelja tjetër ishte. Atë vit s'ke pasarti akoma, ka qenë një vit Dhe 12 vende, 12 punkte të ashtë të quajtura në atë kohë, i njëjti personel i shpërndarë në përgjith ato, vetëm rrugë për të bërë ballë, se le më rrezikshmërinë që ka qenë nga policia tashme. Edhe një fjali. Do të kaloj po. Të në kohën, ashtë thënë atëherë, thotë edhe sot mësimi paralel. Unë kam mendimin dhe mbrojat mendim se është zhvillu mësimi i pavarur. Mësimi i pavarur ka qenë në Kosovës, jo mësim paralel, se paralel me kënë. Do t'ja kushtojmë një debat tjetër kësaj. Zoti Faqi, si e kujtoni atë kohë? Ju jeni edhe profesor historie, kështu që më mirë se kushdo i dini rrjedhat historike të asaj kohë. Po, historia e shkollës shqipe është e pandarë nga historia e kombit shqiptar. Gjitha peripecit që i ka përjetuar ky komb gjatë historisë janë të lidhura edhe me peripecit e shkollës shqipe. Mu më vjen mirë, edhe kam kënaqësinë që sot publikisht, para këtij auditoriumi, që i falenderojmë që na keni mundësuar, ta prezentoj një diamant të Terpo. Ai ishte pranari i parë i shtëpisë shkollë me 7 mars 1885.
87 në Korçë, kur u hap shkolla e parë shqipe. Gjithmonë e kam admiruar, kam lezuar për te, e kam pat shpirtëmadhësinë e tij kur e ka dhëruar shkollën, në shtëpinë për shkollën shqipe, por në vitin 1993, kur erdha në gjimnazin Sami Frashëri, e gjeta Basen Mehmet, një diamant të tërë, po shumë zemërgjar. Aq zemërgjar, sa që unë nuk kam fjalë të përshkruaj, por një 2-3 fjalë do t'i thurë rreth këtij momentit parë kontaktit me shkollën shtëpi, në shtëpinë e Mehmet Herticis. Duke filluar nga shpirti i madh, vullneti shumë i fortë dhe dashuria për lirinë dhe shkollën shqipe, Zoti Mehmet kishte ofruar kushte të jashtëzakonshme për një shkollë shtëpi. Na, si mësimdhënës, aty jemi ndi më të sigurt se në shtëpinë tonë. Se Basen Mehmet, përveç ato që tha drejtori, na kishte siguruar telefonin, nxemjen qendrore, gjithë shtëpinë plus një lokal tjetër plotësues kur u rrit numri i nxënësve, ky na kishte siguruar na siguronte vetë duke e mbrojt shkollën vetë. Dilte para forcave të policisë dhe nuk i lente të hynë as në cokakun që na çonte deri te hyrja kryesore e shkollës sonë. Ky ka qenë në vijën e parë të frontit, na kemi qenë në vijën e dytë pastaj. Prandaj, më vjen mirë që më dha mundësia para opinionit ta falenderoj edhe ta prezantoj se ky nuk e dha vetëm shtëpi. Ky na siguron edhe ekzistencën. Na kemi qenë shumë mësimdhënës, kemi qenë edhe të varur prej një rroge. Dhe kur vonoheshin rrogat nga ato organet që na sillnin rrogat, ato rroga që ishin 60 euro, 80 euro, marka, 120 marka tjera, kur vonohej Basen Mehmet e thirrte arkataren e shkollës dhe i thonte pa tregu ku i ke marrë paret. Mia shpërndar arsimtarëve rroga që ishin festa të ndryshme tjera dhe fëmijët tanë, fëmijët e profesorëve të gjimnazit Sami Frashëri janë angazhuar në ato festa me pagat, me rrogat, të cilat ne ka dhuru Basen Mehmet. Për këtë arsye thash në fillim se një zamërgjerësi që e kishte ky burr është e papërshkrueshme dhe papërsëritshme. Ndërsa në aspektin tjetër të veprimtarisë së shkollave shtëpi, shpesh herë më ka radhë të ndëgjoj edhe kam çmuesi cinike, duke thënë se këta janë kuadrat e shkollave shtëpi. Dhe unë duhet ta demantoj atë shprehje të disa individëve, të cilët i di edhe me emër, por këtu s'është vendi ti përmendi sot, se ato shkolla shtëpi kanë qenë shumë të organizuara. Drejtori që e kemi këtu para ka qenë shumë korrekt. Dhe veprimtaria e tij ka qenë në kuptimin mos lëshopen. Mos lëshopen në kuptimin edhe të realizimit të plan programeve, edhe të rregullimit të rendit të disiplinës në shkollë, edhe të mos lejimit të mungesave të arsimtarëve, po edhe nxënësit të mbajnë rregull dhe disiplina në shkollën tonë ka qenë në nivel aq të lartë, saqë po thuaj se megjithëse plan programi nuk mund ta mohojmë, ka qenë i reduktuar, por në atë plan program çka është para pa, ka qenë një realizim i 100%. Kështu që tërse periudhe kemi pas nxënës që kanë studiuar me sukses, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në universitetet tjera të Evropës, dhe sot janë ekspertë lëmive të ndryshme.
e quaj geniale idenë ati njeriu të parë që ka dhënë propozimin të hymë në një veprimtari të tillë me shtëpijat shkolla që mos krijohen stoqe brezash me analfabet dhe kësaj ja kemi dalë në kryet. Një shembull të tillë që kemi kuadro nga ato periudat e shtëpive shkolla, e kemi edhe Kreshnikun dhe sigurisht dhe shumë të tjerë, po që sot ju kemi ftuar juve duke përfaqësuar pak a shumë edhe regionin e Pejës. Kreshnik, ju sot jeni stomatolog, megjithatë keni përfunduar ose keni pasur një pjesë të studime në gjimnazin Bedri Pejani në Pejë në shtëpi shkollë. Si e kujton atë kohë? Po, Kaltrina, unë jam një ndër gjeneratat cilin dikush të thotë keni të pas fatin, dikush të thotë nuk e keni pas fatin, po unë e quj me gjithë atë periudhë suksesshme që kemi pas mundësin mi shiju të ashtu quajtur atë shkolla shtëpi. Kemi ardhë gjenerata ime me motiv prej serialit e atërshëm Beverly Hills, kur krejtësisht është të përshkru me jeta ndryshe e shkollave në gjimnazat, në shkollët e mesme, e ne kemi përjetu në një formë krejtësisht tjetër, pa prit mas kur kemi trokit në dyrët e shkollës mesme, mi gjindur para një dhome e cila dhe drejtori tha i kishte 20 apo 25 metra katror, dhe duhet të reshtoheshim relativisht ngusht në ato dhoma, dhe të merrnim sa ma shumë që mundemi nga mësimet, nga profesorët cilët me të vërtet kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Ka qenë një periudhë cila mund quhet edhe është e dhimbshme, për arsye se shumë nga gjeneratat e moshës time, apo ndoshta edhe më të reja më të vjetra, gjimnazin si objekt shkollor tek mbas luftës kanë pas rastin që ta shohin çu duket, ta dëgjojnë atë erën që vjen brenda shkollës, e cila e nxit pak adrenalinën dhe stimulon nxënësin që të jetë më aktiv gjatë procesit mësimor, ndërsa na kemi pas fatin, jo unë për gjithë, që të ballafaqohemi më tepër me një shtëpi shkollë, e cila edhe pse që si thamë parafolësit e mi kanë plotësuar të gjitha kushtet e mundshme, sepse sikurse zotëri Mehmeti ka pasur edhe shumë Mehmeta të tjerë dhe në regione të tjera, të cilët na kanë ofruar ngrohje, na kanë ofruar ushqime, na kanë ofruar veshmbathje, edhe mbi të gjithat na kanë ofruar një siguri të jetë lartë sa i përket atakimit eventual të forcave policore, sepse në ato raste dihet që gjithë kjo ka qenë për regjimin atërshëm serb një shkollë ilegale dhe tendence vazhdueshme e tyre ka qenë që vazhdimisht të dëmtojnë procesin mësimor, t'i friksojnë nxënësit, t'i friksojnë profesorët, në mënyrë që, siç tha profesori në fjalë, ta krijojnë një gjeneratë analfabetike të gjithë popullit. Mirë po gjithsesi në gjithë këtë proces ka pas edhe mungesat shumë të kuptimit që unë si nxënës nuk e kam shijuar për 4 vite bankën e shkollës mesme, nuk jam ulur asnjëherë në bankën e shkollës mesme, është dashur të ulem ndonjë koltuk, në dysheme, në ndonjë divan, para se ashtu kanë qenë kushtet. Prandaj ka momente të cilat i kujtoj me nostalgji, mirë po ka edhe momente të cilat normalisht që na bëjnë të ndihemi keq pse nuk kemi qenë pjesë e sistemit rregullt shkollor ku e kishim parë ndoshta ndonjëherë edhe kabinetin e fizikës, edhe të kimisë, edhe të biologjisë, ne gjithat ato i kemi paramendu, mirë po mendimin shumë të madhe të profesorëve janë minimizuar në një masë të madhe të gjitha këto problematika, dhe na sa për ilustrim shkurt kemi pas rastin që po e marr një shembull shumë të thjeshtë me profesoreshën e edukatës muzikore, me besoni apo jo, ajo udhëtonte me një kasetofon së bashku me kasetat, se atëherë kanë qenë aktuale kasetat, edhe në për orët e edukatës muzike ne i ndëgjonim veprat e Mozartit, Beethovenit, edhe mund të paramendoni se sa sakrifice madhe është kur një profesoresh udhëton në për gjithë qytetin me kasetofon dhe i prezanton ato të arriturat historike dhe ato veprat e mëdha artistike. Ngjajshëm ka qenë edhe me profesorët e matematikës, të fizikës, të kimisë, cilët nuk kanë kursy absolutisht asnjë atom të energjisë së tyre, në mënyrë që neve të na afrojnë sa më afër edhe ta kemi sa më reale gjendjen e shkollës. Përndryshe dhoma në cilën ne kemi ekzekutuar dhe e kemi kryer procesin mësimor ka qenë një dhomë ndej si shtetet e Axha Mehmet, edhe jona, mirë po që me kalimin e kohës, ajo gradualisht ka fillu ta merr pamjen edhe klimen e klasës, sepse ne aty i vizatonim emrat e shokëve të klasës, shoqeve të klasës, i shënonim artistët e preferuar, ngjitnim aty këtu ndonjë poster të ndonjë prej këngëtarëve apo poetëve apo adhëtarëve të mëdhaj, vendosnim shpeshherë edhe flamurin kombëtar, në mënyrë që në një farë forme t'ja japim një klim të klasës, edhe që e vetë shkolla të ketë sa më tepër origjinalitet
Pavarësisht se këpucët i lelin të dera kryesore. Pucët i lejmë të dera edhe e kishim problem se mos eventualisht po na i marrin. Ose po ju përzijë. Po, në anën tjetër, zoti Ertica, përmendëm bëm një përmbledhje gjenerale, megjithatë përkundër gjitha këtyre vështirësive keni pasur vështirësi non-stop nga policia të hershme. Profesori e përmendi se ju gjithmonë keni qenë të parët në front, po gjithë e dim se ju kanë vizituar shumë shpesh, juve dhe gjithë shtëpisë shkolla në atë kohë. Sa ka qenë e vështirë për ju dhe familjen tuaj? Mos thonë që kom pasve që unë aty kanë pasve vështirësi edhe në nxënësit gjatë të ardhjes në shkollë, profesorët më mos të flasëm drejtori e profesorët që kanë qenë shumë herë edhe këta të rrezikuame, maltretuame, si gjithë populli shqiptar edhe na, po në atë kohë më ju thonë të vërtetën, si unë e si nxënësit që nuk kem një farë friga, një farë së di qysh në ashta zëti, në adhat, gudzimin, edhe në i hup ka atyr, më ju thonë të vërtetën, si normale në ugajke, s'mu për vetis, s'mu gajke bile, për kundra zi, kër u balafaqeqa me ta, një isha një farë, qysh më thonë një farë, më shfry njëre, se kër i deshëm një shlirim, kër i deshëm atë maltretimet e atë që i bëjshin e për popull, tani dy qysh mu gajke na u gajke neve, ma e mirë mu vetë se më ndigjuhet. Nuk të di për veti, s'muj edhe me përshkruat tash atë. Jeni ndjerë triumfues, sigurisht. Përballë gjithë atyre sfidave, prapë se prapë keni vazhdu. Kem qenë edhe të pregaditën, se kem ditë. Bile na i kem mendu ma shumë se që i kem posë. Po, i keni pritur më shumë. Pa normal, erë një erë me vizitu një pe Amerike ishte arsimit, i vizitë ishin në Kosovë, i ra fatit e une, edhe aje po më bën pyetje mu qysh ke pas guxim ti me lëshu shpinë shkollë. Edhe unë sinqerisht në ashtu thash, jo s'po pyetni qysh kanë pas guxim nëse jep shteti një urdhër, mos më mojnë mësim, marë profesorët, më mojnë mësim në pikë ditë dhe nxënësit marrën në shkollë, thash e jam jo konë shumë me lidhë. E prind me lëshu fëmijët e tyre me shkollë atje, me rreziku fëmijën që është. Ja nisën lot pe shkollë, tha kjo s'm ka rënë mend, me të vërtetë kje drejt. Domethënë që kanë qenë shumë sene matë, që i kemë pritë edhe matë mëdha që është po thëtë profesori na. Unë e di që i profesorët janë nisë marë në shkollë, se janë përshëndet me familje, se kanë mendu që do të kthehen në shtëpi, po që fati në ashtë edhe zëtin e bonit mund shme shpërblimit ti nëse me të vërtet ka qenë në ashtë. Po, zëti Guashi? Në atë kohë vishin plot delegacione, po thëmë, dhe të grupe gazetarësh, po në atë mask nuk e di kush vinte. Po, nuk di eksaktësisht. Zakonisht nga qendra e Lidhjes Demokratike dërgoshin në për objekte me pa sesi po zhvillohet mësimi dhe në shumicën e raste ato grupe kanë ardhur Zagreb, Beograd, Prishtinë. Dhe teknikën, kamerman kanë qenë të atyre vendeve, e ata personeli, dhe kur bisedojshim pas me hyjnë për klasë, mësa avrejsha në i grimas në shkambë, ashtë nga fjallë që i thojsha une. Por, kur shkonin në klasë dhe sheshin atë rini mrekullushme, edhe me atë komunikim në gjuhën angleze, dalshin i pajshe si njerëz tjerë. Dhe disa herë, jo një herë, por shumë herë kanë thënë, nuk po vrejmë as një dallim mes një rinis Zagrebit, Beogradit dhe po kësaj rinije. Ajo normal për neve ishte një kuraje shumë e madhe. Por vërtet edhe rinia ishte e pjekur për kohën, se di datën e kam harru, erdhi delegacioni interparlamentar i Shtetit Bashkuar e Evropës, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadas, një grupë një 18-20 vetë kanë qenë. Në krye tyre ka qenë një belg, shoki Mark Krasniqit, me mjekër, më kujtohet si sot. Ata që ishin ma kryesor, i futa në katin e dytë, ku ish një salon ma i madh, edhe fillu në ta me bisedu me nëzës, një vajzë, dhe banun të pës dishka, këta po si jo, e në anglishtë se kështë qeni vjetë në Amerike, ishtë këthy, me vazhdu prap shkollimin, dhe po më tregoni në qka pju në gjajmë na juve.
A pju në gjajnë e majmun, anë e njerë që po tajtu abrit kështu nga pushteti sërbë. Aty ka shpërthy vaj, edhe shgënimi, edhe shkallës, se të shkallët e ngushta nuk i zishin me shku me kërku uje, mu pastru, mu fresku me ardhë veti. Së kur me ja pasur mi bombe, ashtu ju erdhi. Pra, ajo ishte një gjëturi fenomenale, një triu që ishte diku 17 vjeqa e vajza, 17 vjeqara, sigurisht ishte. Që kishte kuptuar në I provokoj esencë. në atë nivel, Po. sa që i hodhi krepi. E kishte kuptuar në esencë gjendjen tonë atër. Profesor, sa kanë qenë të motivuar nxënësit, sa kanë qenë të rregull, përkundër gjitha vështërsive dhe kushteve? Është shumë interesant se sigurisht atmosfera e përgjithshme i kishte mobilizuar edhe nxënësit të jenë përpikt, të jenë sakt, të jenë të angazhuar dhe si shta dhe drejtori të tregojnë një farë pjekurie të kohës që ka qenë një i lehtësim shumë i madh për ne trupin mësimdhënës. Në shkollën tonë po flas, që në atë kohë që sot përse nuk bëhen ato aktivitete, mbajshim orë letërare, mbajshin orë historike për 28 nëndorin e disa data të rëndësishme të historisë kombëtare. Mbajshin pjesë teatrale i pëshin, gara sportive, edhe nuk nalej asë një aktivitet. Nëzirë reviste e shkollës, Revista të grupi letrar, kori permanent, edhe në qytet kush ka pas një organizim, zonë se gjimnazit i ka përvashtu. Dhe më thonë se ishte një mobilizim komplet edhe i nxënësve, edhe arsimtarve, edhe i prindërve. Unë du të përmend dy momente shkurtimisht. Një sigurisht kur ka qenë ai delegacioni që përmend drejtori se nështë ka pasur edhe tjera, po kur ka ardhur në një klasë ku isha në orë mësimit, edhe po pyet dikush për atyne ishin 3-4 ata, a din dikush anglisht. Ishtë klasa 2 gjimnaz, ishte vajza e Blerim Rekes. Ja ku më harru emrin asajna, po edhe kur anglit ajo. Anglisht, tak. E njeni për i tyre po fletë gjermanisht. Sigurisht në komunikim me ata të vetë diçka, por mas me marrë vesh të tjertë, ishte një nxënëse që ishë kryje nga Gjermania, që i kishë shkollën fillore, ati ishin kryjmë familjarisht, edhe u quaja për përgjigjet ati në gjermanisht. Ata me të nëbefasuar. Edhe anglisht, edhe gjermanisht i morën përgjigjet aty për aty. Kjo ishte një moment shtu interesant, edhe në momenti tjetër deshte të lidhi me aktivitetin e prindërve. Unë isha kujdestar klase vitin e parë kur kam marrë në gjimnazme në klasën e 3 dhe për mbajtjen e mbledhjes prindve duheshin na sigurojnë prindet një lokal, një dhomë, se në shkollë s'kishim mundësi me majtë mbledhje, se në 3 ndrime po nëshim. Atëherë i thash nxënësve, pyetni prindët e juaj kush është solidar me na mundësu me majtë një mbledhje të prindërve. Të nesërmen fëmija si fëmijë, kur erdha pyes, asë njëri nuk u përgjegjë. Thash, ju lutëm tash, ndigjoni të gjithë, edhe të gjithë ju banja këtë pyetje prindërve të juaj. Thuj, o babë, nune shkoj në shkollë në shtëpinë e Mehmet Herticës, ku brenda ditës 1500 nxënës defilojmë. Edhe kur nuk ja shohim qeren që i mrollet, po gjithmonë është i qeshur e zemërgjar. A ki mundësi baba im ti që të asigurojsh një dhomë që ta manë kujdestari jonë një mbledhje mërënda 1 ore. Edhe të nesërmen, për mos më smadhu, po një 5-16 vetë, u pareqetën vullnetar, a i më ka tha prindi e jetë unë, a i të unë, edhe unë e zgjodha në bazë pozitës një shtëpi afer shkollës Elena Gjika. Dhe kur shkova aty, ishte shtëpia e Baki Statovcit. Një borë i mirë, një borë i ndershëm, një intelektual i madh, ishte gjimnazist,
po që kishte mbaruar fakultetin në Beograd, atëherë kur s'ka pas fakultetin, ma kishte përgatit tavolinën, një fletore, lapsin, edhe pse i kisha të mijat, dhe prej 34 prindve, erdhen 32. E mbajtë mbledhjen, edhe kru kry mbledhja, thash kush për me radhen për mbledhjen e ardhshme. Tha deri sa ta kryjnë këtë gjenerat, që ose mbeteni aty ku jeni, në të shkollë, deri sa ta kryjnë këtë gjenerat, me mbledhjet nuk du me majtë tjetër konë, për du vetëm shtëpinë time. Edhe sot jam mirë njësë. Po, që të regoni ka dëshmërit madhe dhe prej prindve, jo vetëm për ti liruar fëmijët e tyre të shkojnë deri në shkollë, po edhe për aktivitetet tilla. Kreshnik, sot jeni stomatolog, ju edhe shumë tjerë keni arritur suksese. Çfarë do thoni për gjithë ato gjenerata që ndoshta sot ju duket e çuditshme se ju keni përfunduar gjimnazin në dysheme ose në dhoma shtëpi? Po, Katrina, është interesant, në atë kohë bëhej një presion edhe prej profesorëve, edhe prej prindve, edhe prej gjeneratave që ishin më djetra se na, prej rrezikut mos ne po mbesim më mbas, krahasuar me moshatarët e një vendi tjetër, vazhdimisht stimuloheshim që të mësojmë më tepër, vetëm që të jemi në nivel, si sa dhe drejtori nderuar, me nxënësit e rajonit. Edhe normalisht që mund të them me shumë përgjithësi që procesin mësimor jo vetëm se mbahi në mënyrë profesionale, mirë po kriteriumi të jeni të bindur kur krahasohet me sot ka qenë shumë më i ashpër edhe shumë më i fortë. Një nxënës është dashur djersitë të mirë në lëndën e matematikës, në lëndën e kimisë, në lëndën e biologjisë, mirë po edhe të historisë, derisa e ka marrë një notë të këndshme apo një notë të pëlqyeshme, përkundrazi gjithë rrethonave të vështirësuara që kanë qenë. Ka qenë e vështirë, mirë po kemi pas një motiv shumë të madh. Organizoheshim në grupe, punonim në grupe, sidomos lëndët të cilat kanë peshë pak më të madhe. Edhe ne kemi qenë, atëherë internet nuk ka pas që shko sot, mirë po kemi pas kontaktet ko paskoshme me moshator, me gjeneratës tonë të vendeve tjera, dhe në debatet të shkurta që i kishim me ta, e vrenim se në të njëjtin nivel të diturive jemi në matematikë, fjala bie, apo në biologji, apo në kimi, do të thotë aty silleshim, edhe pse vazhdimisht profesorët do të thotë kanë pasur kriterium jashtëzakonisht të fortë, në mënyrë që nga ato gjenerata të nxjerrin një brum të mirë, të gatshëm, që në të ardhmen të ofrohet një kuadër më kualitativ. Sot kur i shoh gjeneratat e reja, sinqerisht i lakmoj pak për mënyrën si e kryen shkollën e mesme edhe sa komoditet kanë ata shkollën e mesme, sepse në kohën tonë fjala e profesorit ka qenë ligj, në orën e mësimit ka mbretëruar një qetësi absolute, nuk ka pas asnjë zëng mes nxënësve apo degenerim të procesit mësimor apo humbje nga serioziteti i punës, ndërsa sot vrej një komoditet më të madh, një komunikim më të lirë, ndoshta ajo është reforma që po quhet, po gjithsesi mendoj që kriteriumi në kohën tonë ka qenë jashtëzakonisht i fortë, edhe jashtëzakonisht është tregu frydvendës, pasi që sot jo vetëm unë, po unë kam një armatë të tërë të kolegëve të cilët kanë diplomuar për universitetet e ndryshme si sa profesorë jo vetëm në Kosovë, po ata janë treguar jashtëzakonisht të suksesshëm edhe jashtë shtetit. Sot janë kthyer, shërbejnë, edhe normalisht që me një nostalgji e ruajmë kujtimin për shkollat shtëpi. Sigurisht kjo dëshmon që arsimi atëhershëm nuk ka qenë vetëm ekzistent, po ka qenë edhe i suksesshëm. Jemi në fund, po normal përveç atyre që kanë përjetuar atë, tjerë është normale që as se mendojnë atë. Por